Përshëndetje për gjithë juve shikues të nderuar, mirë se po takohemi në këtë edicion të ri të Kosova Live. Do të jemi bashkë për 2 orë për t'u njohur me gjithçka aktuale që po ndodh në vend. Dhe këtë edicion do e nisim me një aksident të rënd që ka ndodhur mes 3 veturave në fshatin Besi, atje ku 5 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e këtij aksidenti që ka ndodhur në orët e parë në fshatin Besi të Prishtinës. Lajmin e ka konfirmuar për Kosova Live zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila bëri të ditur se aksidenti është raportuar rreth orës. Sot rreth orës 1 kemi pranuar informatën se në fshatin Besi të Prishtinës ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira 3 automete në lëvizje dhe e aksidentit janë lënduar 5 personë. Derisa po informoj për këtë rast, po edhe pamjet, të cilat kanë lënë themi kështu shumë pasoja tek një familje, tek familja Leci, dhe pikërisht për këtë do të flasim me Muhamet Leci, që është edhe pronar i pronës, për të marrë më shumë informacione se si ka ndodhur rasti. Përshëndetje zotri Leci, nëse po na dëgjon, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Zotri Leci, po na dëgjon? Po, përshëndetje. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për inkuadrimin dhe dua di se cilat janë informacione ju keni se çka realisht ka ndodhur në këtë aksident. Po siç thatë edhe jo rreth orës 1 mesnate, ka ndodhur një aksident pranë firmës Leci, kompania Leci. Tu kanë qenë parkum autobus kerrim privat. Mes rast autobusi ka psuar dome në pjesën e mrapshme, komplet, edhe kërë. Njëjtën kohë, kompani, bojmë edhe tregtimin e impunteve plena artificiale, edhe që kanë qenë në platë, këtu, edhe kur ka ndodhur aksidenti, ai i ka shty përpara deri ka kaluar krejtësisht në anën e autobusit. Kështu që do me materiale ka pas mjaft, po një E qartë, pra është prona juaj dhe ju keni pas shumë dëme, për fat mirë, nuk ka pas dëme në njerëz, me gjitha Jo, se ka qenë ora 1 mesnatë në atë kohë dhe s'ka lëvizje dhe qarkullim njerëzve. Jeni shqetësuar ju si familje, duke pas parasysh Po normalisht derisa erdhën edhe ekipet e ndihmës së parë, policia, zjarrfekset, njësia speciale kanë qenë krejt në vendin e ngjarjes. Kështu që rreth 3-4 orë derisa edhe personi në fjalë i cili ka bërë aksidentin e ka nxjerrë prej veture. Po, a e dini se për çka bëhet fjala? A ishte një aksident që ndodhi pa pritmas? Po, nuk e dim, policia ka qenë nga në ngjarjes, i ka bërë ato e veta, edhe ta shpresim me na informu mrena 2-3 ditëve, do të marrim pjesë tani do të shyrëm se çka tutje. Po dëmi që ju shkaktuar juve, besoj që këto dëme financiare edhe një kosto, që natyrisht juve ju kanë dëmtuar edhe në biznes, në vetura, me ato cilat kryeni ju punët e përditshme, apo jo? Po, edhe në biznes, do me thonë në produktet plena artificiale, edhe në autobusën bojnë transportin në Prishtinë po duje, po ashtu edhe veturën time private Mercedes. E qartë. Zotri Leci, ishte vetura në shpejtësi nga ato informacione që keni se natyrisht ato zyrtare do t'i marrim nga policia, por a kanë arritur që t'i marrim provat e mjaftueshme qoftë nga kamerat e sigurisë, apo çka është arrit sigurohet? Nga një polis rrugor, a i tha se 100% ka qenë shpejtësia e madhe, sa ka qenë nuk e dim, tash mas 2 ose 3 ditëve do të shohim kur të shkojmë edhe si shohim se si ka qenë. Është raportuar edhe për të lënduar, kështu të paktën ka thënë zëdhënësja për media nga ju kur keni dalë në vend një parë për kanë qenë të lënduar rënd, si ka qenë gjendja e tyre shëndetësore? Po, personi që li kanë gati veturën që ka bërë aksidentin këtu tek ne, aje e kompon kohë ka pas lëndime. Sa kanë qenë lëndimet, nuk e di. Ju besoj keni qenë në vendngjarje, si keni dëgju për rastin? Një deri në orat 5 mëngjesit. Keni qenë aty? Besoj ka dëmtuar edhe shtyllën elektrike, edhe e kanë ndërprer tani kanë ardhur një si tek Heci dhe kanë rrymën, kështu që kjo është e gjitha
për këtë rast. Po, pra i keni dëgjur zhurmat, keni reaguar, besoj ka qenë shumë juve si familjarë, sepse ka qenë ora 1 në mëngjesa, orët e para. Orët e parat mëngjesit. E qartë, mirë, zotri Leci, neve na vjen shumë keq që ju ka pas, por për fat mirë nuk ka pas pasoja në njerëz, as nga ata që ndodhi aksidenti, as nga ju që jeni pronarë të pronës, shumë që të ketë më shumë kujdes të themi në komunikacion se tilla mos ndodhin më. Faleminderit shumë edhe juve si televizion, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.